Familjet dhe sipërmarrjet në Shqipëri po orientohen gjithmonë më shumë në fuqinë e huaj punëtore. Janë kryesisht filipinezët dhe afrikanët që po vinë në vendin tonë për të punuar. Sipas agjencive të punësimit në Shqipëri, familjet po shkojnë drejt punësimit të dadove nga Filipinet, ndërsa kërkesa për kujdestare vendase ka pësuar rënje. Sipas të dhënave të tregut, një nga arsyet kryesore të këtij trendi të ri është pagesa mujore, që varion nga 600 deri në 700 euro, shoqëruar me orare më të qëndrueshme në punë. Por jo vetëm në zanatin e dados, punonjësit filipinez i gjen edhe në sektore të tjera, si në kuzhinë, në transport, në mirëmbajtje e të tjerë. A është ky një zhvillim i natyrshëm i tregut, apo një sinjal për probleme më të thella në ekonominë dhe shoqërinë shqiptare? A do të vazhdojë të rritet ky trend i punësimit të huajve në Shqipëri në vitet e ardhshme? Dhe çfarë ndikimi do të ketë kjo tek fuqia punëtore vendase dhe papunësia? Në studio tani për të folur jam me Suzana Agën, ekspert e punësimi. Faleminderit Suzana. Emiliano Isaj, sipërmarrës, jemi sërish Emiliano, dhe gjithashtu me një qytetare nga Filipinet, Mariz Claudia Sales Flores. Besoj e tash. Okej. Dua të flasim pak bash para se të kalojmë në analizë më tej me ekspertët. Kur ka ardhur ti në Shqipëri? Unë erdhë këtu në Shqipëri, qeshurinë e kaluar 2024, me zonja Zuzana, faleminderit. Sa vite përpara ka ardhur? Një vit edhe 8 muaj. Aha, një vit e 8 muaj. Edhe flet shqipen? Po, mësoba pak, flas pak. Shumë mirë. Pse ka ardhur në Shqipëri? Për punë. Jo, e qartë për punë, por do më çfarë të pëlqente te Shqipëria, çfarë kishe dëgjuar për Shqipërinë? Më pëlqen në Shqipëri, por sepse njerëzit ka shumë respekt për imigrant. Në pëllim është e vështirë për mua. Duhet të përshtatem me kulturën, me gjuhën edhe me ushqimin. Edhe me ushqimin, në të njëjtën kohë. Në vendin tënd ke punuar? Po. Çfarë ke punuar aty? Tani unë punoj si banaker. Jo, në Filipine. Kur ishe në Filipine? Në Filipinë unë punoj mësuesa, teacher. Teacher, mësuese. Ndërsa këtu erdhe dhe punon? Banaker. Banakere. Je paguash më mirë? Ka më shumë? Po, shumë. Më mirë tu në Shqipëri. Normalisht se sa atje. Dhe ty të paguhet vetëm rroga, apo të paguhet edhe shtëpia, udhëtimi? Po, edhe shtëpia, por ushqimi, gjitha. Të gjitha, praktikisht. Ndihesh e kënaqur? Me fal. Të pëlqen? Po, më pëlqen. Pra këtu në Shqipëri e gjitha kjo. Në fakt, çfarë ndodh? Suzan, domethënë cilat janë arsyet që gjithnjë më tepër dëgjojmë, domethënë për punonjës, për krah pune që vinë nga Filipinet, India, vende të ndryshme, gjithsesi ma plotëso ti gjeografinë nga vinë. Atëherë kemi dy realitete. Pra, së pari është tregu shqiptar që ka hapësira akoma për punonjës. Shtetasit nga Filipinet, India, me shifra janë shtetasit të cilët qëndrojnë më shumë në Shqipëri dhe janë më profesionist. Pra, kanë bërë të mundur që të stabilizojnë tregun kryesisht në hoteleri apo dhe në ndërtim, duke qenë se për shkak të rritjes që ne kemi pasur dhe të turizmit, këto janë dy fushat kryesore. Interesante është se këta shtetas Filipinas që kryesisht migrojnë dhe në vende të tjera, pra Singapore, Dubai, e kanë në kulturë këtë gjë. Kur vinë në Shqipëri ka një tendencë që të qëndrojnë. Sipas dëshmive që unë kam edhe në terren, shoh që i pëlqen liria që ka në Shqipëri. Pra pagat në Shqipëri për punonjësit Filipinas apo indian janë tek 600 euro. Akomodimi normalisht e kanë të garantuar gjithmonë, por pika që e kthesës le të themi që
këta punonjësit zgjedhin Shqipërinë dhe jo Dubain apo një vend tjetër, është pikërisht ajo liria që kanë dhe ana sociale. Pra gjejnë këtu një ambient, si sa dhe vajza, që shqiptarët shqiptarët respektojnë shumë të huajt, duke qenë se dhe ne vetë, pra i kemi fillesa, shumica e shqiptarëve kanë edhe vende demokratike, normalisht krahasuar me Singaporin apo me Dubain, kështu që normalisht bëhet edhe tjetër jetë kur lë turnin, kur lë punën. Patjetër, por kanë shqiptarët dhe diçka emocionale, pra kanë emigruar vetë në Greqi apo Itali. Kemi vazhdimisht pronar hotelesh që thonë kemi shifra aktualisht për shembull sa punonjës filipina, sa punonjës indian, domethënë sa është numri, një numër total. Totali është tek 10.000 punonjës, ka akoma vende vakante, peshën më të lartë e zën filipinasi dhe shtetasit indian, por hyrje në tregun ton ka nga disa vende, ka Afrika, pra vazhdimisht kemi një lloj tendence për të rekrutuar dhe kjo bëhet për të përshtatur tregun. Filipinasit janë shumë okej në hoteleri sepse dhe në vendin e tyre këtë lloj strukture kanë. Ndërkohë që ndërtimi kërkon punonjës nga Egjipti për shembull. Çdo e keq e ka dhe një të mirë, pra duke qenë në këtë hapësirë boshe pa punonjës, ka bërë që dhe sipërmarrësit të orientohen në këtë mënyrë. Nëse do një profesionist e zëm në IT e merr nga India, sepse përshtatet më së miri. E qartë. Pra, domethënë kjo është numri total. Dhe arsyet pse ne e zgjidhim flas punëdhënësi shqiptarë, e zgjidh me këta punonjës nga jashtë, gjithnjë më tepër dhe jo me punonjës me vendas shqiptar. Po tashmë është bërë fakt dhe për fat të keq duhet themi, shumë shqiptar kanë lënë vendin për t'u larguar në Europën perëndimore. Kjo ka bërë që sipërmarrësit nuk kanë pas zgjedhje, pra nuk është se kanë qenë përpara dy zgjedhjeve dhe zgjedhin punonjësit e huaj, por as rritja e pagës dhe as ndryshimi në ambientin e punës nuk bën të mundur mbushjen e vendeve vakante për punonjës. Okej, është një pjesë që ka emigruar Suzana, po nga ana tjetër ti ke edhe qytetarë të rinj në vendin tonë që janë pa punë, pra janë në nevojë për të patur një vend pune. Nuk kemi, ose ata që janë nuk i përshtaten nevojës së tregut. Pra, për shkak të një keq informimi që ne kemi pasur vite më parë për edukimin. Pra, të gjithë kanë zgjedhur që të profilizohen në financier apo jurist. Kjo ka bërë që ne mos kemi një treg të qëndrueshëm për sa i përket kërkesave që ka hoteleria, sepse kërkon menaxher, recepcionist, banakier, kuzhinier e tjerë. Kemi mungesë të theksuar të profesionistëve. Ideja është që ne nuk po shohim më vetëm për pjesën e pagës, se shumica thonë që vinë për pjesë page. Jo, nuk është paga as pak komponent kryesor për të cilën ne marrim shtetas të huaj. Pasi të bëjmë një krahasim me vlera, pagat me vërtet janë pagat bazë më të ulta, po duke futur kostot e tjera, se për shembull akomodimin, ushqimin dhe udhëtimet që dhe kostot e tjera që ka duhet të udhtojnë. Dalim në pagat barabarta se shqiptarët mos them që dalin edhe më mesatare 800-900 euro. Për pozicione si kamarieri, recepcionisti dhe këto. Normalisht ndihmës kuzhinieri, sanitarët, por për profesione të ndryshme si kuzhinieri e tjerë, normalisht që pagat janë ndihmës kuzhinier sepse të marrin për shembull shtetas të Filipinas, kultura e tyre nuk është e njëjtë me kulturën tonë në gatim. Këto ka një kuzhinë aziatike, pikante, të erëzat, që duan pak kohë të adaptohen me kuzhinën tonë. Por e mira është që adaptimin e kanë shumë të shpejt. Me trajnim vinë shumë shpejt në jo, e qartë, për në argumentin që po thoshe, pra që nuk është çështje page. Pra se më thënë si pagë dhajmë që shkonte 800-900, apo çfarë është? Mungesa e theksuar e tregut për punonjës dhe mungesa e theksuar e profesionistëve. Këto janë të dy komponentë kryesorë. Është e vërtetë që këtu ka shumë të rinj, po ka shumë të rinj që nuk duan të punojnë. Nuk vjen një që është në universitet për ekonomik të punojë kamarier. Sidomos edhe gjatë sezonit veror që kërkesa është më e lartë për disa pozicione punës si kamarier, recepcionist, ndihmës ekonomist, nuk vinë të punojnë për sezon. Thjesht duan të preferojnë të pushojnë sesa të punojnë në këto lloj pozicionesh.
se nga ana tjetër ankesat janë për rinin që nuk i del këto, dhe jo vetëm rinia tek e fundit, sepse janë ca zanate që s'ka pse të jenë vetëm të rinj, për shembull, dhe kamariere këto mund të jenë dhe në moshë, tregon tradit në shërbim, kur ke dhe dikoj që është në moshë, domethënë, dhe që shërben, po pse nuk e zgjedhin? Pra është çështje sedre, është çështje niveli, kanë studiuar nga ana tjetër për këtë gjë. Domethënë si është çështje mentaliteti, se po e ndërpres të Emiliano. Së pari, sipërmarrësit kanë bërë gabime, pra meqense kemi sipërmarrësin. Kanë bërë gabime sepse nuk i kanë trajtuar mirë punojësit. Dhe kanë menduar që zgjidhja do ishin këta punojësit e huaj. Patjetër që janë bërë zgjidhja, por kërkon më shumë mund se sa një shtetas shqiptar që di gjuhën shqipe. Kjo ka bërë që treku të jetë në këtë fazë që janë tani. Patjetër që është dhe mentaliteti. Pra, shtetasit shqiptar zgjedhin dhe preferojnë të shkojnë në Kroaci në ndërtim për një pagë që varion 1.200 euro, 1.500 euro, ndërkohë që nuk preferojnë të punojnë në ndërtim në Shqipëri që paga shkon 1.000 euro. Megjithatë, 1.500 euro në Kroaci bën shumë diferencë me 1.000 euro në Shqipëri, ku ke ambientin tënd familjar, mund të bësh një jetë sociale më të mirë dhe kushtet e punës në Kroaci. Po pse po ikin atëherë? Pra pse? Se kjo është pyetja. Domethënë ne themi për sedër, për mendësi, pra për mentalitet, po shkojnë jashtë për këtë gjë. Ana sociale, korrupsioni, faktorët e jashtëm, nuk është se ke një bazë sociale, pra nuk është se po merren disa nisma nga institucione shtetërore që ta rregullojnë këtë gjë për të rinjt, le të themi. Emiliano? Ajo do shtoja te pjesa e mentalitetit edhe te ana sociale, pasi të rinjt e sotëm shohin një refugjat që ka ardhur, që mbase ka marrë një makinë me qira të viteve të fundit në aeroport dhe del dhe shpenzon lek të shfrenuar për aq kohë sa është, mbase ande ka marrë dhe një kredi dhe duan të bëjnë pikërisht këtë jetesë. Ti po merr një ekstrem të njëri që pas ka marrë kredi për shpenzuar një lek të shfrenuar këtu që të duket. Tani që domethënë që shqiptarët kanë shkuar, kanë punuar andej, në 3-4 vitet e para kanë bërë sakrifica të jashtëzakonshme, po pastaj ja kanë dalë dhe të blejnë shtëpi me kredi, po dhe të ndërtojnë një jetë, dhe të bëjnë pushime, dhe të sigurojnë të ardhmen e fëmijëve. Tani dhe kjo është. Marrin, shikojnë këto lloj ekstreme. Nuk shohin dikë që ka shkuar, ka punuar, ka luftuar, nuk ja din sakrificat që ka bërë dikush jashtë, po shkojnë, mendojnë se do shkojnë jashtë dhe do gjejnë fush me lule. Këtë dua të them, ato marrin një ekstrem. Ato shkojnë punojnë atje. Pra shkojnë punojnë në shërbim, punojnë kamarier, punojnë infermier, punojnë në sektorë të tjera në ndërtim, si kundër u përmend. Pra nuk është se nuk punojnë, për këtë jetë shkojnë, për këtë lloj pune bëjnë. Kemi dhe një lloj rotacioni, pra globalizimin, nëse dëgjoni dhe Gjermania, shtetasit gjerman preferojnë të lëvizin. Unë lexova disa shifra dhe për shtetasit amerikan që kishte shumë vite pa ndodhur, pra nuk ndiheshin më rehat në vendin e tyre dhe preferojnë që të lëvizin drejt Europës. Pra kemi një lloj rotacioni. Ata kanë një lloj reagimi politik nga i gjithë heqjes së Trumpit, për shembull, ka disa amerikanë italianët preferojnë të vizit gjithmonë. Shkojnë për më mirë, pra. Ideja është që shkojnë për më mirë. Nuk është se nuk e bëjnë shqiptarët atë punë, pra punojnë kamarier, punojnë në ndërtimi, bëjnë gjitha punët, po shkojnë jashtë. Pse? Se është me paguar. Keni bërë gabime tuaja ju sipërmarrësit. Ata janë bërë gabime, po janë bërë shumë më përpara. Do të flasim për një 10 vjeçari. Referohem te pjesa e pagesave, për shembull, diku para 10 vjeç pagat në Shqipëri kanë qenë shumë të ulta. Po që nuk ekzistojnë më ato paga në Shqipëri. Për sa i përket pjesës së largimit, unë dua të them diçka. Është diçka që ato shkojnë dhe punojnë kamarier dhe nuk i bëjnë llogarit mirë mbase. Pse? Se Suzana ka bërë një analizë për këtë që e kam dëgjuar. Pagat nuk janë të barabarta, me vërtet atë mund të marrë 500, 600, 700 euro më shumë. Po të analizojmë kostot, janë shumë herë më të larta jashtë se sa këtu. Siç përmendi Suzana, është akomodimi, që këtu mbase ka falas pasi jeton në shtëpinë e vet, te prindrit mbase, kurse aty do të paguaj. Do ndërtoj një jetë. Ai djalë ose ajo vajzë nga ana tjetër, do ndërtoj një jetë nesër pas nesër. Me ato rroga e merr dot një kredi?
E merr dot një shtëpi me qira me të dashurin? Mentaliteti është shumë i rëndësishëm, se edhe ne jemi të rinj, edhe duke folur nga përvoja personale, im vlla është programues, unë kam qenë financiere përpara se të merresha me punësimin. Ne kemi ndërtuar këtu, patjetër që ka qenë e vështirë, është njësoj e vështirë, pra 3 vite deri në 5 vite është dhe vërtetuar që të duhet për të ndërtuar baza të sigurta. Pra Europa nuk është më Europa që ka qenë, diferenca Italia, Greqia me Shqipërinë, sot janë realisht shumë pak. Pra për të ndërtuar diçka. Përveç kësaj, Shqipëria ka hapësira shumë të mëdha edhe për sa i përket këtyre bizneseve të vogla, sepse taksat në Shqipëri janë shumë herë më pak se sa më të ulta se sa po të ndërtosh dhe të hapësh një biznes. Në një analizë, me që përmendi Emiliano, të bërë prej teje, pra si janë nivelet e pagave dhe të shpenzimeve të jetës në Shqipëri me një vend këtu, Itali apo Gjermani, me kë e ke bërë ti analizën? Atëherë ne kemi punuar me Greqinë dhe Italinë dhe ne na dalin në të njëjtat vlera. Pra një punonjës fabrike në Itali duhet të punojë 13 orë që të nxjerrë një jetesë dhe të paguajë gjithë taksat dhe tatimet në fund. Është e njëjta gjë edhe në Shqipëri. Flasim për diferenca, Shqipëria ka disa diferenca shumë të larta në çmime, siç janë çmimi i naftës për shembull, ose çmimi i disa produkteve ushqimore. Por kjo ndodh vetëm në disa pika kryesore dhe çmimet e pronave nuk janë njësoj çmimet e pronave në qendër, sesa çmimet e pronave më në periferi. Duke qenë një vend i vogël, kemi dhe tendencën që të mos kuptojmë që jo të gjithë duhet dhe mund të jetojmë në qendër. Nëse ti jeton Suedi ose edhe në vetë Itali, do duhet 1 orë e gjysmë që të bësh ato lëvizje nga puna tek shtëpia. E drejt, por jashtë ama ti e merr në periferi ose 1 orë larg, por ke transportin me cilin do lëvizës. Ndërsa këtu në Shqipëri, ti vërtet mund shkosh periferi për të blerë një shtëpi më të lirë, po me çfarë do lëvizësh? Më besoj që autobuzash, linja, trena, ta jep vet fabrika. Fasonerit janë në krizë për punonjës. Fasoneria në dur transportin, fasoneria në dur. Jo, po flisnim për shtëpinë pra. Ideja se po thoshe se ti nuk do synosh qendrën, ti do synosh, domethënë periferinë që të gjesh një shtëpi më të lirë, po me çfarë do lëvizësh? Sa sigurt e ke kthimin në darkë? Domethënë janë shumë aspekte që jashtë e ke të zgjidhur me transportin publik. Në Shqipëri me çfarë do lëvizësh? Në Shqipëri është e zgjidhur në këtë mënyrë. Fabrika, hotelet apo kushdo zgjedhin periferin për kosto më të ulta. Po ju ti do lëvizësh vetëm për punën, ti do lëvizësh për jetën tënde, do shkojnë fëmijët në shkollë. Me çfarë do lëvizësh që se merr një shtëpi në periferi? Me një autobus që kalon një herë në 1 orë e gjysmë dhe po ju tek, domethënë shoferit ose fatorin ose edhe mund ta ndrojnë atë kursin se për këtë rast që duke folur për punojësit e huaj që zgjedhin të vinë në Shqipëri, në krahasim me ne që zgjedhin të shkojnë jashtë. Dhe për shqiptarët. Edhe mentaliteti është shumë i rëndësishëm. Ne kemi në një shtëpi ka 4 makina, nuk është normale. Okej, një makinë familjare duhet ta kemi të gjithë, por realisht ndodh që në një sepse kjo pra e para një që ku janë këto shtëpi që janë me 4 makina, është një pakizë besoj unë në vendin ton, por edhe sikur të jenë 2, sepse këtë është pikërisht në mbështetje të asaj që sapo thash që makina nuk është mjet luksi. Është mjet i rëndësishëm, domosdoshëm transporti. Do çoj fëmijën në shkollë, do çoj fëmijën në kurse, do lëvizi vetë. Avokatin e djallit, domethënë ne themi, diskutojmë bashkë. Ne themi që nuk kanë mundësi. Po kërkesat për dado dhe babysitter në Shqipëri janë në maksimum. Pra si mundet një familje e cila nuk ka mundësi të mbajë një punonjëse që pagën e ka 600-700 euro, ka akomodimin, ka ushqimin, edhe kjo nuk është se më bën shumë sens. Pra jemi një shoqëri që duhet themi dhe normalisht të këqijat e vendit tonë, duke qenë se dhe paraja futet dhe në të zezë, nuk është shumë e qartë se si arrin familje dhe unë po e them minimumi 2 makina i kanë në për shtëpi, babysitter për fëmin kanë. Pra, këto merr parasysh qytete si Tirana dhe Durrësi, nuk mund përgjithësisht gjithë Shqipërinë nuk i kanë të gjithë, edhe në Tiranë, mëse më thot Suzana për kërkesë, po sa kërkesë ka për dado filipineze? Familje shumë të vogla që janë me profesione financiere dhe juriste, zgjedhin një filipinase për ta mbajtur, që po të bësh llogarin, domethënë me gjithë qerat ose makinat, kushton pak mendoj.
Po janë rritur, nuk është se janë më vetëm familjet shumë të pasura në Shqipëri që marrin dado apo Jo, po sa është numri, se do thuash domethënë që kërkojnë, po sa kërkojnë? Kërkojnë 100? Një shifër nuk mund ta them, por ka zbritur nga këto familjet kryesore që kanë qenë në Shqipëri dhe mbanin babysitter dhe punojës të tjerë kopshtar apo shofer, tashmë dhe në nivel një çift i ri, 2 financier e zgjidhin. Po, sepse është llogaria që kush do të ta mbajë gjatë gjithë ditës, prindrit nuk e ke, kështu që kursen e heqin atë para për një person që do kujdeset për fëmijën, nëse po të bësh llogari do ta çoje në çerdhe në kopësh, do të shkoje merre, prapë të duhet një njerëz se ti s'ke mbaruar punët. Domethënë, me sakrificë kam iden, është ajo, nuk është se bëhet shumë nga qefi. Por që e vazhdojmë diskutimin, duhet shkojmë në ndërprerje publicitare në argumentin e fundit me të ftuarit në pjesën e tretë. Me Emiliano Isaj, Suzana Agën dhe Mariz Claudia Sales Flores. Punojnëse filipineze jam edhe këtë pjesë të tretë në studio dhe pikërisht me ty, Mariz, dua që ta nis këtë pjesë. Ti je shumë e re vet, pa që nevoja për ta thënë moshën, por në bashkëbisedime me vajza të tjera nga Filipinë, domethënë pse pëlqejë Shqipëria dhe a kanë, domethënë ka të shumë që janë të interesuara për të ardhur për të punuar në Shqipëri ose në Europë? Për momenti nga Shqipëri, sepse unë martuar nga shqiptar, edhe më pëlqen Shqipëri, sepse njerëzit kanë shumë respekt por imigrant. Po me shoqet për shembull, kur ishe në Filipinet, domethënë ka vajza të tjera që duan të vinë, që shprehin dëshirën për të ardhur, çfarë ju pëlqen atyre? Me fal. When you were in your country and you spoke with your friends about Albania to come here and to work, what do they say? Did they show interest to come here? Yeah, they like it and they find some agency to help them. Okay, let's speak in Albania now. Në Shqip. Okay, në anglisht, s'ka problem. Okay. So they are interested to go here because they take a little bit salary in our country and Albania, Shqipëri offers more salary than our country. Pra, domethënë dhe shoqjet e tua kanë shfaqur interes për të ardhur në Shqipëri, sepse në Filipine marrin një rrogë të vogël, ndërkohë që në Shqipëri normalisht është një pagë më e madhe. Pra, paga është ajo që përbën interes për të ardhur dhe për të jetuar, për të punuar në Shqipëri. Dhe tu duket se humbet, normalisht punojnësi vendas, punojnësi shqiptar. Me sa kam folur me punojësit që kam unë tuaj, ka një parafërsi kultura jonë me kulturën në familje, me kulturën filipinase, dhe diferenca që është pse ata vinë këti, në Shqipëri ka një kërkesë të madhe për punonjës, kurse në Filipine ka një kërkesë të madhe për punë. Dhe kjo bën atë disnivelin që ata aplikojnë dhe zgjedhin të vinë në Shqipëri. E qartë, jo, po edhe paga e ullët, pra përsa ko paga atje është një tjetër standard jetese. Me Shqipërinë i bie që gjithmonë, më thënë, është i humbur. Suzana në konfirmon, po nuk ka diferencë shumë të madhe paga. Jo, e tha vetë, e tha vetë, roga little salary, ta, kupton, rogë e vogël, kështu që... Ka një disbalans shumë të madhe kryeqyteti Manila i Filipineve me periferi. Dhe shumica e punojësve që vinë këtu janë punojës të cilat vinë nga periferi, që pagat i kanë shumë të ulta, papunësia shumë e lartë e tjerë. Po në kryeqytet pagat janë të krahasueshme me... Dhe kjo duket sikur është një betejë e humbur për punojësit vendas, se praktikisht i bie që për sa kohë do ketë krah pune më të lirë që ti e merr nga një vend tjetër, dhe ti nuk do rrisësh pagat për punojësin vendas. Jo, paga është rritur sepse unë preferoj të marr një punojës shqiptar me të njëjtën pagë, nëse ai më tregon profesionalizëm dhe korrektësi në punë, se sa të marr një tuaj. Ne nuk mund ta ofrojmë dot shërbimin, recepcionin. Nuk e ofrojmë dot shqip. Ne do të disa pozicione do të ofrojmë shqip, flasim shqip, ta ofrojmë shqip. Por shumë, në recepcion do t'ishte vështirë, për momentin që Maria nuk e një gjuhën shumë mirë, shqipe. Nuk është as pak e vështirë, pasi shumë hotele po punojnë me të huaj. Mirë po, kur vjen ai i huaj, do një informacion për Shqipërinë. Nuk mund ta japi një filipineze për Krujën, për Skënderbeun, pavarësisht se këto mundohen të mësojnë, por nuk e jep dot, nuk e ofron dot atë që ofron një shqiptar.
Tani, një pyetje kështu e drejt për drejt me gjithë respektin për filipinezen që kemi sot në studio, por kam dëgjuar përshtypje të ndryshme, si përmarrësish apo si përmarrësesh për punonjësit që janë marrë nga jashtë. Domethënë disa thonë që janë shumë korrekt në punën që bëjnë, ka të tjerë që ndihen pak kënaqur. Si të rezulton? Personalisht jam shumë i kënaqur. Unë kam disa komsi, kam Filipinas, kam Maroken, kam edhe komsit e tjera dhe jam shumë i kënaqur. Korrektësia në punë është zbatojnë orarin, zbatojnë kërkesat. Pra kanë avantazhe thua në edukat pune, në raport me vendasin? Unë e përmenda edhe pak më parë, duke qenë se këtu konkurenca për punonjës shqiptar është shumë e madhe, një punonjës, një kamarierë shqiptar nuk e ka problem për problematikën më të vogël, thot po e lë punën dhe po iki sepse do shkoja përballë me dhe do gjej punë atje. Duke qenë se është kjo konkurrencë, mund të largohen direkte, gjë që nuk ndodh me shtetat si të huaj. Suzan, fjala e fundit se ka nisur edhe sigla. Jo, gjithmonë punonjësit shqiptar janë prioritet dhe për ne dhe për secilin si përmarrës, por kushtet kanë detyruar që të merren punonjësit huaj. E qartë. Faleminderit për bisedën që bëm së bashku, Suzan, Emiliano, Mariz. Faleminderit. Që gjithashtu ishe këtu me ne dhe të uroj punë të mbarë dhe që të ndihesh sa më mirë në vendin tonë. Juve që na ndoqët gjithashtu nga ana në të premte, takohemi këtu ku ka veç një ftesë në orën 5, Top Channel.